po është ky një reflektimi përplasjes Kurti Rama që duket se e kanë kthyer Maqedoninë e Veriut në sheshin e përplasjes, duke treguar se kush është lideri udhëheqës i shqiptarëve. Natyrisht që po, është përplasja, unë kisha thënë jo aq shumë personale, më tepër e natyrës politike, rreth asaj se kush ka më tepër ndikim rajonal, sidomos te shqiptarët, siç thash më herët, a ka zoti Kurti apo ka zoti Rama, dhe një nga fush betejat e asaj përplasje është politika shqiptare në Maqedoninë e Veriut. Po, e ka dëmtuar kjo Maqedoninë e Veriut? Pra, ndërkohë që dy kryeministrat mund të ishin faktor që shqiptarët atje të kishin më shumë përfitime se sa të ndaheshin kaq shumë me njëri tjetrin. Shikoni, me Kosovën ne kemi kufirin rreth 16 kilometra nga Shkupi dhe kemi interakcion ditor, familjar, historik e kështu me radh. Përcjellin politikën ditore në Kosovë, ata e përcjellin politikën ditore në Maqedoni dhe ky shkëmbim ekziston. Njerëzit janë të interesuar. Involvimi i Republikës Shqipërisë në Shkup është tehet minimal, jashtë kësaj simbolikës. Du jap një shembull, e kam thënë edhe në debate tjera, të gjitha shtetet fqinje kanë qendër kulturore në Shkup, përveç Shqipërisë. Republika e Shqipërisë nuk ka prezencë serioze mediatike, do të thonë korespondentura të agjencioneve të lajmeve shtetërore, të radiotelevizionit shtetërore, kështu me radh janë, si të thuash, lënë për të dëshiruar. Pra kjo është më tepër çështje simbolike se sa qenësore. Nuk besoj se njerëzit nuk e kuptojnë këtë gjë, për shkak se këto ndodhin në një, të kisha thënë një periudhë 10-15 vjeçare, reciklohen. Janë, si thojnë anglisht, photo opportunities, kozmetik, simbolik, asgjë qenësore. Po pra, por duket se këto kohët e fundit, kjo arenë përplasjesh dhe kjo ndërhyrje e fortë që e ka përçarë edhe më shumë dhe dobësuar faktorin shqiptar në qeverinë e Maqedonisë së Veriut, kjo është fakt tashmë. Duket se i ka krijuar më shumë hapësirë ndikimit serb dhe përfitimit të Serbisë, agendave serbe, siç e thekson edhe raportuesi për Maqedoninë e Veriut Parlamentin Evropian në raportin që pritet të miratohet me datën 8 korrik. Mendoj se ndikimi serb në politikën e Maqedonisë së Veriut është konstant. Pse ka pasur më herët zëvendës kryeministër serb në Maqedoninë të Veriut? Po, ka qenë pjesë e koalicioneve të ndryshme në 30 vjetorin e demokracisë. Do me thonë, kjo parti ka qenë antare koalicionet, është parti minore, serbët janë 1 apo 2% në Maqedoni. Dhe ka pasur zëvendës kryeministër që merret me paqicat. Mendoj se është po ashtu çështje simbolit pjesëmarrja. Më e rëndësishme, më e qëndësishme është se maqedonasit etnik janë pro-serb në një masë të madhe. Kjo është rezultat i ish Jugosllavisë, rezultat i lidhjes jugoslave, do kisha thënë, të cilën Maqedonia funksionon për dikund 80 vjet. Ato e, në qoftë se bëjmë dhe agjencionet për matje të rejtingut si Gallupi e kështu me radhë bëjnë çdo vit anketat të tilla në shumë shtete, ajo që del cili është shteti më i preferuar në Maqedoni te maqedonasit etnik çdo herë është Serbia. Është tjetër gjë kjo dhe tjetër gjë të kesh zëvendës kryeministër një përvajsues të një minoriteti të papërfillshëm serb. Do më thënë baraz me shqiptarët, që janë 30%.